minuta tanë ndihet shumë herë më fit dhe më i shëndetshëm se sa kur qysh e njohin organizmin e tyre në momentet që fillojnë hajnë ushqime, që tresin, pra që trupi punon me 100% kapacitet. Në kohën e argjërimit duhet të theksojmë që të gjitha organet tona të brendshme, zorra, stomaku, të gjitha janë në qetësi absolute se nuk kanë më punë. Pra nuk kemi ngrënë gjë, nuk kanë punë, kalon vetëm lëngu që ku nuk ka nevojë për tretje. E kuptoj dhe pastaj aty fillon. Sa është limiti për të bërë ne fasting? Në sa ditë mundemi ne të bëjmë fasting? Maksimumi. Unë po e them publikisht, Flori, kam arritur rekordin tim 5 ditë. 5 ditë? 5 ditë ju keni qëndruar vetëm me ujë? Me ujë? Vetëm me ujë, vetëm me lëngje, pra çaj, kafe dhe ujë, pra pa asnjë sheqer, pa asnjë lloj kalorie, 5 ditë rresht. Kishit fuqi? Kjo është pyetja më vetimtare dhe e kam si punë në rrëfimi me të vërtet shumë të rëndësishëm. Në ditën e 4 dhe të 5 Flori, niveli dopaminës dhe lumturisë është kaq i lartë sa që edhe se njëke jam çuditur që nuk e kisha bërë më përpara një iniciativë të tillë, sepse me të vërtet zbulova që trupi jon ka limitet e jashtëzakonshme, pra në ditën e 5 unë jo vetëm që nuk kisha nevojë për ushqime, por e quaj atë çuditshme pse kemi gjithmonë kaq uri dhe jemi kaq të varur në ato rituale tona të 3 vakteve të ditshme. Madje gabimi i madh është për ata që i mbushin ato 3 vaktet edhe me ato snacksat e vogla, midis 3 vakteve kanë dhe 3 të tjera, pra që e shndrojnë në 6 vakte në ditë, sepse mund ta them me plot gojë, qoftë si mjeke, por edhe si qytetar e thjesht, që kultura jonë e të ngrënit është në total e gabuar dhe kemi krijuar një vartësi sidomos psikologjike, sepse fizike mund ta themi me shkencërisht, me plot gojë që nuk e kemi të nevojshme të ham kaq shpesh, pra 3 herë në ditë jo, është e rekomandueshme 1 herë në ditë dhe kjo quhet fasting, pra interval fasting, por kjo që po flasim në temën sot e kemi si të pjem peshë në mënyrë të dukshme në një kohë të shpejt, para deri në 5 kg, dhe me të vërtet nevojitet kjo 3 ditëshi, të jemi pa ngrënë asnjë lloj ushqimi, sepse kur kalojmë